Përshëndetje miq, mirë se vini në YouTube të Olti Curi TV. Do të flasim sot për ndarjen nga jeta të Fatos Nanos, i cili para se të vdiste biologjikisht, e vdiq Spartak Ngjela në Thojza, duke bërë një postim që ishte lapsus, pasi në atë kohë Fatos Nano nuk kishte ndruar jetë, por ai ndroi jetë më pas të datën 31 tetor në moshën 73 vjeçare. Ashtu si jeta që pati shumë të tronditur me ngritje dhe me ulje, duke nisur që nga emërimi i kryeministrit, kryetari i Partisë Socialiste, më pas përfundoi në burg, pastaj doli u rizgjodh kryeministër. Më pas solli Ramën, ministër Rama i mori vendin, u bë kryetari i Partisë Socialiste, e nxorri pa punë. Kështu e pati jetën, kështu e pati dhe vdekjen, sepse dhe vdekja u nda mes pro dhe kundër, jo vetëm kaq, por pati edhe lapsuse të tjera. Për shembull, mediat nxorën foton e një grue që nuk kishte lidhje fare, duke thënë që kjo është Regjina Nano, bashkëshortja e parë e Fatos Nanos, që Gjoja u paraqit në vërrim, po që si ishte e vërtet. Pati nga ato që lavdruan, nga ato që e shan. Kështu pra ishte kjo historia e vdekjes të një kryeministri, të një ish kryeministri shqiptar, i cili u largua nga jeta në datën 31 tetor në moshën 73 vjeçare. Pikërisht për këtë do të jemi sot duke shkuar më njëherë tek sigla. Mirë, por çfarë pati të veçantë ndarja nga jeta e Fatos Nanos? Gjërat që ishin më të veçanta ishte pikërisht fakti që pam shumë fjalime, madje u komentua si një fjalim hipokrit edhe ai i Edi Ramës, pasi mendohet se është pikërisht Edi Rama personi i cili u mor nga rrugët e Parisit, siç thuaj atëherë nga Fatos Nano, me thonjë të pisët dhe duke trafikuar ikona, e bëri ministër, më pas ai filloi karrierën si kryetar bashkie, pas mori Partinë Socialiste. Në farë mënyrë duke nxjerr Fatos Nano të papunë, sidoqoftë fjalimi i Edi Ramës ishte prekës sipas shumë socialistëve që ishin apo rilindasve që ishin të pranishëm në ceremoninë e lamtumirës që u mbajt për Fatos Nanon. Kjo ishte njëra prej tyre. Pjesa tjetër, analist politik dhe politikan, u nda në pro dhe kundra. Disa e lavdronin dhe disa e shanin Nanon për punën e tij si kryeministër, për punën e tij që ka patur si funksionar publik. Por disa kanë zbritur deri aty sa e kanë arritur edhe në ofendime duke shkuar tek gjëra private, siç ka qenë edhe analisti Alfred Cako apo edhe të tjerë. Mes tyre, ajo që na bëri përshtypje ishte një postim gjatë kohës kur Nano ishte i sëmur rënd. Spartak Ngjela nuk duroi, por bëri një status duke njoftuar vdekjen e Fatos Nanos pak orë më vonë, e përgënjeshtroi duke thënë që nuk është e vërtet, por Fatos Nano drejt asaj rruge ishte nisur dhe ndodhi ajo që pritej, sepse shëndeti i tij ishte shumë i rënd, ai u nda nga jeta. Por avokati Spartak Ngjela nuk u ndal këtu. Ai i pyetur pse nuk ishte në varimin e Fatos Nanos, tha sepse ishte një turp kombëtar. Më fal, po ai ishte i pranishëm në ceremoninë e lamtumirës para arkivolit të Fatos Nanos, por në momentin që ka shkuar në Vareza ai ka thënë, "Jo, nuk dua të shkoj atje." Avokati Spartak Ngjela ka komentuar figurën e Nanos, ish kryeministër dhe lider historik i Partisë Socialiste, qëndroi jetë pak ditë më parë dhe është ndalur dhe problemi i Spartak Ngjelës ka qenë tek vendodhja e varrit në varreza publike, duke cilësuar një gjë të tillë si një turp kombëtar për postin dhe rolin që ka patur Fatos Nano në historinë e vendit. Pra e ka patur jo personale me Fatos Nano në Spartak Ngjela, po e ka patur pra me faktin pse të varroset në varrezat kombëtare. Kam të drejtë, thot Spartak Ngjela në daljet e tij publike, kam të drejtën time morale, personale dhe kombëtare, që ta them se është turp. Këtu nuk kuptohet çfarë do të thotë kryeministri që ka rrëzuar komunizmin, thot ai. Fatos Nano ka qenë i pari liberal dhe njëri me bot kuptim të thellë perëndimor dhe nuk mund të shkonte dhe të varrosej në varre popullore, pra varre ku varrosen të gjithë njerëzit e thjeshtë. Kryeministri është kryeministër, thot Spartak Ngjela, dhe është defekt i madh historik që kryeministrit i bëjnë një varrim të thjeshtë. Spartak Ngjela nuk mori pjesë në ceremoninë e varrimit, pasi e konsideronte atë një mungesë respekti ndaj figurës së Fatos Nanos. Nuk isha në varrim, thot ai, por isha në homazhet në Pallatin e Kongreseve. Sapo i kanë thënë Spartak Ngjelës që varrimi i Fatos Nanos do bëhet në varrezat komunale, ai tha unë nuk vi sepse kjo është fyrje për të vdekurin dhe për gjithë Shqipërinë. I pyetur se ndoshta kjo mund të ishte një zgjedhje e familjarëve të Fatos Nanos, avokati Ngjela kundërpërgjigjet duke thënë se
unë jam profesionist, njoh shtetin dhe nuk njoh familjen, nuk vajta si familjar në ceremoninë e omazheve. Kryeministri i një shteti normal varoset në vareza kombëtare, thot pikërisht Spartak Ngjela. Ka patur përveç zërave pro për jetën, karrierën dhe performancën e Fatos Nanos edhe zëra kundra. Kësaj radhe do të flasim me fjalët e Ermal Hasimes, pedagogut i njohur i cili në një postim të tij mendon krejtësisht të kundërtën e asaj që mendoi ish politikani dhe i dënuar politik Spartak Ngjela. Ermal Hasimja thot në publikimin e tij në rrjetet sociale: Fatos Nano ishte kryeministri i qeverie të korruptuar. Dita e zis kombëtare është për familjen e tij dhe Partinë Socialiste, por jo për kombin. Ermal Hasimja, analist i mirënjohur, ka komentuar vdekjen e Fatos Nanos duke thënë që Fatos Nano ishte kryeministri i një qeverie të korruptuar. Qeverisja e tij i solli Shqipërisë shumë më pak se sa duhej nga pikpamja e zhvillimit dhe integrimit. Ai vuri themelet e sistemit klientelist që Rama më pas i përsosi. Ermal Hasimja vazhdon: Fatos Nano nuk kishte ndonjë politikë kombëtare koherente dhe as nuk ishte patriot. Fatos Nano mund të takonte Slobodan Miloševićin kur ky ishte një paria dhe pastaj të ndihmonte UÇK-n kur ajo nisi të respektohej nga Bashkësia Ndërkombëtare. Nga perspektiva historike, Fatos Nano mund të jetë më i mirë se sa Ramiz Alia apo Edi Rama dhe mund të ketë sjellë frymë liberale në Partinë Socialiste, vazhdon në pedagogu, por sigurisht nuk ishte kryeministër i mirë për Shqipërinë. Ngushëllimi i familjes dhe Partisë Socialiste, por dita e zis është e gjitha për ta dhe nuk është kombëtare, shkruan në fund Ermal Hasimja. Kështu që duket se kemi një mendim kundër për sa i përket pikërisht asaj që u tha dhe u perceptuar për vdekjen e Fatos Nanos. Por nuk pati vetëm reagime të nivelit të tillë. Pati dhe reagime që shkonin shumë më thellë. Pati reagime të tilla, siç ishte ai Alfred Cakos, i cili kaloi nga komentator mbi sjelljet dhe performancën politike të Fatos Nanos në terma të tillë si llafegjat dhe mendjeshkurtër, megaloman socialist, adoleshent shqimtar dhe patradit, në ashtu dhe. Ishte i pakujdesshëm në profilaksinë e vet shëndetësore. Madje Alfred Cako arriti deri aty sa ta quaj dhe pianec ekstrem dhe duanxhi të neveritshëm. Është e çuditshme se si një figurë e tillë kur ndahet nga jeta, zakonisht vdekja e bën bashkë të gjithë, por Fatos Nano krijoi polemika edhe kur tha lam të mirë kësaj bote. Pas pak do ndjekim qëndrimin e plot të Alfred Cakos, që ishte një qëndrim i cili na bëri vërtet të mbetemi të tronditur, pasi ka bërë bashk shumë fjalë me të cilat Fatos Nano përshkruhet dhe nuk është as pak ai heroi që u përpoqën ta shesin të gjithë bashkëpunëtorët e tij, edhe ata të cilët e shitën kur ju desh posti i kryetarit të Partisë Socialiste. Ndjekim pas pak qëndrimin e Alfred Cakos. Ja çfarë thot Alfred Cako në postimin e tij me rastin e ndarjes nga jeta të ish kryeministrit të Shqipërisë Fatos Nano. Ai ishte konservator dhe me origjinë komuniste, një dendi antisportiv i shëmtuar si askush i rangut të vet nga pamja, njëri egër në vazhdimin e luftës së klasave, pseudoliberal, llafegjat dhe mendjeshkurtër, megaloman socialist, sikur të ishte nipi i Karl Marxit, burr adoleshent, shqimtar pa tradit, i rritur në shtëpinë e grabitur nga komunistët, i përkëdhelur nga biografia, pragmatist i çrregullt dhe i pakujdesshëm në profilaksinë e vet shëndetësore, hedonist e pianec ekstrem, duanxhi i neveritshëm, sedentar e dembel në kohë të lirë, hokatar, shpotitës, gallataxhi, profesionist pa kulturë të përgjithshme dhe i pa lexuar veç librave të shkollës, me formim profesional të padobishëm për funksionet që mbajti në interes publik, i shkujdesur për faktin e shqiptarëve, kur sidhte firma dhe ironik me nevojtarët, cinik me intelektualët e fshet për akrobacira, pseudotolerant kur s'kishte këllqe të luftonte, bashkëtoi pa dëshirë me parlamentarizmin dhe sistemin check and balance ndryshe nga Rama.
Autoritar butaforik ndërtoi klasën e kuqe ekonomike me sigurimsa dhe komunist, të cilët nga persekutor u kthyen në hajdut biznesmen bazuar tek modeli kleptokrat i pasokut grek. Shpikës i vjedhjes së madhe të buxhetit me term republik në bashkëpunim me këta hajdut të parave të popullit, tipik përfaqësues i një takëmi moskovitësh vllau ortodoks labo komunistësh në Shqipëri, ku marxhi kazinosh. Dyshohet se ka mbuluar me mafjen e periferisë të Tiranës disa vrasje misterioze të biznesmenëve në Tiranë nga viti 2004-2005, pseudo-patriot që sa nuk futi luftën civile në Kosovë për të kontrolluar kontrabandën e armëve me kolegët e tij nëpërmjet ish sigurimsave, disa oficerëve idealistë të ushtrisë së Enverit dhe të Shikut. Mik i vrasërsve të Azem Ajdarit, ai skenoi vllavrasje në Tropoj për të kontrolluar kontrabandën e armëve shqiptar të rrëmbyer nga populli në 1997, inicues i korrupsionit të larë shtetëror që ja kalojnë vetëm Rama dhe Berisha për këtë. Hajduti i fondeve të agjensive shtetërore, post telekomunikacion, dogana, tatime, kesh, antaj të tjerë, anti-evropian dhe enverist, urrente gegnin dhe për këtë edhe myslimanët shfrytëzoi politikën e favorshme ndërkombëtare pas 11 shtatorit 2001 për të bërë trysni dhe ngatruar myslimanët shqiptar. Moskokçarës, për fatin e Shqipërisë egoist, iniciuesi i lartë i së majtës për prishjen e familjes dhe futi modën e Robert Çamçakizave të së majtës, martesat me dashnore apo shoqe dhe dashnoreve sipas modelit të Andrea Papandreut. Ndërkohë, ishte edhe Frikacak dhe Arpagon që ashiti Partinë Socialiste për pleqërinë mondane të vetën. Privatizoi me korrupsion ekstrem asete dhe institucione strategjike ekonomike, pazarxhi i pacipt dhe me hënë, pa dije historike, përballë armiqve, tinzar dhe kundër interesave të shqiptarëve. Jo rastësisht Fatosnanov vdiq ditën e Halloweenit kur demoni kërkon flijime. Dhe kur ka bërë diçka të mirë për shqiptarët e ka bërë në tutelimin e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Për mblodha këtu e mbyll postimin Alfred Sako, paka shumë ato që kanë thënë shpeshherë dhe në kuvend në sy të tij. Për ikjen e qytetarit Fatosnano nga kjo botë ngushëllim e familjes. Zoti e mëshiroft qytetarin Fatosnano. Past karmën sa më të butë.